Sinqerisht, kur e posh këtë video që dje kishin dollë vëllezrit e motrat e mia shqiptare për me protestue që më mbrojt toka jonë shqiptare mos më ushit, sidomos një shtetit që është kaq terrorist siç është Izraeli, ma ka boz zemrën mal. Atëherë ta shikojmë këtë video, pastaj kam edhe të fjalë për këtë pjesë. O Zot, faleminderit që jem shqiptar. O Zot i madh, mos më bë najher me pas probleme me vëllezërit e mi nga nëna Shqipëri, sepse janë njerëz e gjakut tem, janë populli jem, janë dashnia jem. Nuk e lajm asnjëherë gjakun e dëshmorëve për tokë me ra, sepse toka tona janë shumë qejta. Po ashtu edhe gjaku që është derdh për këto toka është shumë i shejt. Besoj që e kuptove mire Diramovic që me toka shqiptare nuk ka lojt. Ka kallzu edhe Albin Kurti që veç më shku në mene që me shi tokë shqiptaris, one nuk i thëm vetit ma shqiptar. Kështu ishim fjallet e Albin shqiptaris, prandaj dash Zoti edhe vjen sa ma shpejt ajo kohë që bohum veç një, të më thonë bohum Shqipëri, edhe në kryet kësaj me kon Albin shqiptaria e më nëru e çdo cep shqiptaris. Prandaj vlezër e motra që keni dalë në këtë protest, që me i kallzu e Diramovicit që tokat nuk do të mëshit, sidomos një shtetit siç është Izrael terrorist. Ju rujt Zoti prej çdo të keqe, i paqit të natë mirat në jetën e juve, në familjen e juve, o vëllezërit e motrat nga nëna Shqipëri. Ju duam pa mos nga dardania e madhe. U bofshëm sa ma shpejt një edhe diçka. Mallku qoft kush s'na do bashk.